U rikthyem përsëri në studio për të filluar me bisedën tonë. Të ftuarit e mi sot janë 2 trejner personal, të cilët pjesën më të madhe të ditës së tyre ja u përkushtojnë klientëve të tyre në palestër. Të ftuar me mua sot kam Nagi Fezullau dhe Ismail Shefketi. Faleminderit shumë që ardhët. Faleminderit për ftesën, mirë se gjetëm. Faleminderit shumë, mirë se gjetëm. Juve. Dua të di si e shihni zhvillimin e industrisë së fitnessit në vendin tonë sot. Sot, industria fitnessit në vendin tonë është në zhvillim i sipër, edhe pse më herët nuk ka qenë kjo, por sot është bërë sikur një lifestyle veçse. Unë kam palestrën time në Kumanov, që kam më shumë se 1 dekadë, dhe jam në proces në zhvillim i sipër gjithmonë, dhe shoh shumë të rinj. Për momentin, muj me të thonë se 10 vjetë e fundit nuk ka ndodhur me pas kaq rini si kur 2 vetë sodit. Edhe jam ndjena shumë mirë që e kanë marrë një gjatë tillë. Sa shumë e shëndetshme, edhe është diçka shumë e bukur për veten e tyre që mund bëjnë. Patjetër. Nagi, dua të di, sot duket që fitnessi është kthyer në një mënyrë jetese për shumë njerëz. Si e shpjegon ti sipas teje për gjatë gjithë eksperiencës tënde këtë fenomen që është në rritje? Unë pajtohem se tani është veç u bo si stil jetese dhe pajtohem me këtë që thavi Ismaili pak më para se të rinjt janë çdo ditë më shumë në palestër dhe kjo më gëzon shumë, sepse përpara kur kemi filluar ne para 20 viteve, ka qenë një tabu sa që shumica e njerëzve të kanë pyet çuditshëm se çfarë po bën. Pa marrë parasysh çfarë lloj sporti, se për shembull unë s'kam filluar me palestër në fillim, me tjera lloj sporte, por sot më pëlqen shumë që të rinjt e kanë bërë si stil jetese, edhe pse kam disa pikpyetjet e mia, jo secili e ka bërë stil jetese, po ndoshta pak si trend, por sido që t'jetë, ka shumë progres dhe shumë interesim, vetë se pastaj vjen ajo, jo konsistenca, apo jo të zhitur thellë ashtu siç duhet, ndoshta veç për Instagram ndonjëherë, por prapë dallimi para 10 viteve dhe tash, ose para 15 viteve dhe tash, është në ngritje. Pa diskutim, edhe unë shoh atë dëshirën e njerëzve për të nisur me ushtrimet, po e kisha edhe këtë pyetje për ju, se e përmendë edhe vetë, a është bërë fitnessi tash më shumë trend, apo me të vërtet njerëzit shkojnë aty për nevojat e tyre, për të plotësuar një nevojë të vërtet për shëndetin? Po, ndoshta është 50-50, mos jam shumë strikte, veç 50-50, sepse shoh të shumë të rinj që për shkak rrjeteve sociale, sidomos Instagramit e këtyre tjerave, vinë për një foto ose për të sjell rreth rrotull për outfit, veç për ta bërë një foto në Instagram, sepse është bë trend me shku, me ndo ku, se unë e bëj një lifestyle, shkoj për diçka shëndetshme, për të tregu njerëzve që unë po shkoj fitness, po janë edhe një 50% që sinqerisht vinë sinqerisht me ushtru trupin e tyre ose me pas një progres më të mirë për shëndetin e tyre. Çka muj me dallu unë, fatkeqësisht, shoh në numër më të madh, të cilat seriozisht i përkushtohen shëndetit edhe ushtrimeve në detale gjinja mashkullore se sa femërore. Po, definitivisht. Kurse ajo femërorja gjithmonë e zgjedh rrugën më të lehtë. Mi t'i humb kilogram, më dok bukur për një darse, më dok bukur estetikisht, më sugjeron një dietë drastike, shpejt të humbin kilogram, kurse te meshkujt shoh përkushtim shumë të madh në ushtrime, edhe gjithmonë më shumë mundohen me arrit sa më lart. Nuk e ndërpresin rutinë. Jo, që nuk e ndërpresin, janë shumë konsistent, po edhe gjithashtu dojnë me arrit pas 3 muajve edhe diçka më shumë edhe diçka më shumë. Kurse te femrat shoh gjithmonë sezona. Interesante kjo. Dua të di cilat janë gabimet më të shpeshta që i bëjnë njerëzit kur frekuentojnë palestrat? Gabimet e shpeshta, mos konsultimi me profesionist, ka raste për shembull një pjesë e trupit, pa marrë parasysh për shembull pjesa e gjoksit është njëna më e dobët, njëna më e fortë, ajo është
lloj gjenetike në zhvillim e sipër edhe duhet më konsultu me profesionistë. Për shembull, mu më ka ndodhur rasti, kap një peshë më të madhe në anën e majt, kap një peshë më të vogël në anën e gjatë, edhe pyet çfarë po bën, thot, po pjesën e majt e kam më të dobët, thot dua të zhvilloj më shumë. Nuk është në rregull, se nuk mundesh ashtu me bë. Ka shumë lloj gabimesh, po tash ka evolu edhe fitnessi edhe teknologjia, për shembull në palestrën time kam edhe video në monitore nëpër hapësirat fitnessit që i tregojnë se si bëhen ushtrimet. Kjo gjë na lehtëson neve dhe trajnerëve pak punën, se janë afërsisht 1000 klientë që i kemi në palestër, edhe nuk mundesh mu marti me gjithë. Po i merr, ju sugjeron, shikoj videot si bëhet ushtrimit, mos lëndohen, edhe ashtu janë zvoglu këto lloj telashe në fitness. Është shumë e vërtet kjo që thi, po edhe diçka interesante është se njerëzit tashmë mendojnë që nuk ka nevojë për trajner personal, se i kanë gjitha ose në internet, ose mendojnë që i dinë vetë. Ku është rëndësia e të marrurit një trajner personal? Unë këtu jam kategorikisht kundër, sepse sa do që ka evolu edhe shkojnë video shumë të mëdhaja, si në palestër, si në Instagram, gjithkund, unë mendoj se me startu me personal trainer është mëse domosdoshme, edhe pse ti ke qenë sportist, jam marrë me ndonjë sport tjetër, për shembull se unë përpara jam marrë 10 vite, 15 vite veç me pilates, kur kam startu te fitnessi Ismailit për herë të parë, sado që ti je sportiste, je rrit në atë frym, mjetët kanë rëndësinë e tyre, peshat kanë rëndësinë e tyre dhe lëndimet janë shumë të mëdha. Edhe për shembull, video që qarkullojnë për Instagram është fikse të ndihmojnë, po të ndihmojnë një 50%. Videot në Instagram nuk tregojnë ty, që është një detaj shumë i rëndësishëm për mua, nuk tregojnë saktësisht se si duhet ti ta merresh frymëmarrjen dhe si duhet ta shlesh frymëmarrjen në mënyrën e rregullt. Pastaj si ekzekutohet ai ushtrim në detaje. Në qoftë se ti ke kohën tënde 3 orë ta shikosh, se shumë është lehtë ta shikosh, edhe ti mendon se unë po ekzekutoj, por të shohë dikush anësh, ti je me siguri 50% out ose bile edhe 100% out. Unë mendoj se si fillestar, besoj se duhet të startosh me personal trainer, kjo është mëse domosdoshme. Për se cilë. Gabimet janë me pasoja shumë të mëdha, shumë. Edhe këtë pjesë njerëzit e harrojnë, për shkak se dojnë rezultatet e menjëhershme dhe nuk e dinë se ka. Po edhe rezultatet e menjëhershme nuk munden vetë me arrit. Rezultatet më të shpejta arrihet kur ke personal trainer. Se ke një shtytje shumë të madhe, ke afër vetes dikë që nuk të lejon më lëndu, edhe ke dikë që ty të shty me bo progres shumë atë madhë brenda 1 muaj, brenda 2 muajve ose 3 muajve. Sepse si cili prej nesh edhe ne që ushtrojmë me vite, është ndryshe kur ushtrojmë me dikë ofër. E ki një krap edhe mundesh ti shtysh ato limitet e tua deri në maksimum që ti nuk je në dieni se do shta mund është ka të shumë ishtë. Pa tjetër. Dua të dini çfarë moshe rekomandohet që të startohet stërvitja në palestër, për shkak se shumë të rinj do shta nuk e din edhe nuk e din rreziqet që vinë si pasojë të ushtruarit, do shta me pesha shumë të mëdha, kështu që kur duhet filluar stërvitja? Realisht, nga mosha 14 vjeçare, ka prej atyre cilëve ja u rekomandon edhe mjeku, me ushtru edhe nga herët, po ato duhen me pas patjetër një leje prej mjekut që i kanë drejta me bo palestër, kurse nga mosha 14 vjeçare munden me fillu patjetër me ushtru. Tash në varet se çka i duhet në përgjithësi personit në fjalë, me humb peshë, kemi edhe atlet ndryshëm, për shembull sportista ndryshëm që e kanë të patjetërsueshme edhe palestrën, edhe besoj se nga mosha 14 vjeçare është ideale. Cilat janë ato zakonet e vogla që njerëzit duhet i dinë që realisht e bëjnë ndryshimin në trup edhe në mendje kur fillojnë stërvitjen? 3 gjëra themelore që njëra pa tjetrën nuk shkojnë. Ushqimi, gjumi dhe konsistenca. Nëse si ke të 3 rezultatin, është gjysmak ose fare. Është e vërtet kjo që thu se realisht kjo është zinxhir që shkon njëra me tjetrën edhe njerëzit mendojnë që okej, unë shkoj ushtroj,
po nuk i përkushtoj rëndësi gjumit, nuk i kushtoj rëndësi ushqimit, po njëra pa tjetrën si që the dhe vetë nuk bëjnë. Si mund të ruajmë atë konsistencën që do shta na vjesi motivim në fillim, po startoj diçka të re, si vazhdojnë ajo qëndrueshmëria? Për shkak se unë më vjen shumë keq kur e flas këtë temë se kam qenë konsistente 1 vjet e gjysmë në palestër, edhe më pas fillova puna alsat edhe e lash. Kështu që dua të di si arrihet pavarësisht dinamikës së jetës të ruhet konsistenca. Me krejt në jetë kemi faza ose diçka na ndodh kur edhe mu ndonjëherë më ka ndodhur kur jam kon pa aktivitet fizik, sidomos kohën kur kam lind ose kur kam rrit fëmijë ose koha e koronës, po unë mendoj se nuk në qoftë se ti e shtyn pak më shumë vetën dhe e sheh veten se je shumë e ngatët kohën e fundit, me thonë, zakonisht ne e thonë nuk kemi kohë, fillojmë një punë të re ose 2 punë për një herë, 3 punë për një herë. Në dorë mas ndonjëherë nuk është patjetër të shkosh në palestër. Unë për shembull kur ti ke me shumë dëshirë dhe sheh se po dukesh shumë keq si emocionalisht edhe fizikisht, fundja gjej një mënyrë 2 metër me 2 metër e gjej një vend, një hapësirë pa marrë parasysh dhe thjesht mundesh me ushtru veten veç me peshën e trupit. Kur sidomos te nanat ose te fëmijët që janë shumë të angazhuar sikur ti ose unë, zakonisht mundesh me bëj një ecje, secili mundet me bëj një ecje. Disa ushtrime 20 minuta çdo ditë është shumë më e mirë se sa të shkosh në palestër 2 herë në javë edhe të mbytesh aty 2-3 orë dhe të mos dalësh pe aty. Kështu që unë mendoj se duhet çdo person të ushtrojë trupin e tij, sepse ajo është qelësi për gjithçka. Për memorie, për punën, në qoftë se ti e ushtron trupin tënd, je aft edhe si nanë, edhe në punën tënde që e bën, edhe në komunikim, në shoqëri, lidhet në gjithçka. Të ndikon. Ndikon në gjithçka. Pse është kaq i pamëshirshëm trupi? Pse e harron kaq shpejt të gjithat punën që ti ja ke bërë për një kohë të gjatë dhe menjëherë ndërpren edhe e harron mandej? Sakt, por duhet disiplinë ba e madhe, mendoj unë. Mendoj se ai që ushtron mbi 1 vjet, edhe në qoftë se pauzon rikthehet përsëri. Rikthehet sepse mendja i rikthehet në atë kohë kur ka qenë, kur është ndjeti për mirë. Mendoj se ai që ka rezistu të qoj 6 muaj radhazi, në qoftë se ka një pauzë të shkurtër, përsëri kthehet. Përsëri kthehet, trupi mban mend shumë dhe ndjen atë kënaqësi dhe atë paqe që e ka pas në atë kohë. Ismail, pse është e rëndësishme disiplina në këtë fushë? Disiplina është shumë e rëndësishme për me arritë rezultatet që i dëshiron ti. Për ndryshe, ku e potencoj edhe Nagi, pjesa më e rëndësishme se me bo palestër është gjumi edhe ushqimi. Ushqimi është 70-80% është ushqimi. Pjesa tjetër është gjumi, muj me thonë një 10% është treningi, palestra. është shumë e rëndësishme për me arrit ti çfarë dëshiron, për kushtim shumë i madh. Unë e kam më shumë se 15 vite që bëj palestër, edhe vjetë kam pas një lëndim në kamën e majtë dhe s'kam mujtë me ushtru një vjetë edhe unë. Tash jam rikëthy që 1 muaj e gjys. Edhe shoh që është shumë vështirë, edhe pse palestra është imja, jam personal trainer, edhe për mua shumë e vështirë. Nga njerë edhe unë kam nevojë për personal trainer. Nuk kam motivacion, mundona me gjetë. Një shtytje prej dikur. Po, pa tjetër. Është realisht, palestra nuk është e lehtë, po është një gjë që shumë ndihmon jetë. Pa marrë parasysh në zhvillimin e trupit, në shëndet, në përgjithësi, në përditshmëri, me palestër mujtësh mbahesh edhe shumë më mirë, edhe shpirtërisht, edhe në gjitha aspektet. Cilat janë disa prej atyre miteve më të zakonshme që juve i dëgjoni që njerëzit mendojnë që janë të vërteta, po që realisht nuk janë? Tërkohën, edhe pse në kohën e fundit pak janë zbe, ndoshta prej leximit ose prej rrjeteve sociale, por e tek femrat zakonisht ekziston kjo mos ngre pesha të larta sepse do bësh si mashkull. Kjo është një mit shumë i madh që kohën e fundit pak është zbe pak. Pastaj mit tjetër që mund pengon edhe sillet rreth e përçarke edhe kohët e fundit është
kjo mos të ha karbohidrate, të dobësohem më shpejt, të mbaj një keto dieta apo këto lloj dieta drastike, që unë të dobësohem më shumë dhe nuk dua të ushtroj me pesha një herë, sa të dobësohem pastaj. Po ndalem të që kjo e fundit, që shumë gabim, që inde nuk ka tu përfol shumë në rrjetet sociale. Trupi harxhon kalori sa më shumë muskull që ke ti. Kështu që në qoftë se dhe ti e mbi pesh, edhe pse ushtron me pesha, nuk do me thonë se ti nuk do ta humbësh atë djamin e tepërt. Normal që kardio është shumë e rëndësishme, por pas peshave. Dhe ti gradualisht duhet të startosh edhe me pesha në kombinim me kardio dhe ecje. Sepse në njëjtën kohë formon muskuj dhe harxhon kalorit pak me kardio, por kardio të ndihmon për kondicion, por në qoftë se ti dëshiron të humbësh pesh, atëherë duhesh të jesh fokusja, si tha Ismaili më parë, 80% të ushqimi. Ushqimi duhet të jetë shumë i pasur, pjata duhet të jetë komplet. Proteina, minerale, vitamina, karbohidrate dhe gjithashtu edhe yndyrna të shëndetshme. Nuk duhet të bësh skip asnjë lloj. Do të thonë të gjitha duhen të jenë aty, por me masë dhe të balancuara ashtu siç duhet, për më ushqy shëndetshëm me pas rezultat, me formu njëjtën kohë edhe muskoj edhe me humb djam. Do të thënë pavarësisht peshës, vakti duhet jetë i plot për të gjithë. Definitivisht, vetë se do me thonë me kalori deficit dhe mos jetë për shembull mvarë, në qoftë se je duke këtu ka dallim, në qoftë se do me humb peshë, normal që karbohidratet janë në përqindje pak më të ulët, por mos të jenë skip komplet. Okej, shumë e kuptueshme se me të vërtetë kjo është një gjë që flitet shumë mes njerëzve, ata që janë me peshë më të dobët dhe dëshirojnë të shtojnë kilogram, e largojnë kardion komplet ose nuk do të përdori fruta. Frutat është e vërtetë se më përmbajnë sheqer, po jo të gjitha frutat kanë kalori të mëdha. Për këtë arsye duhet të merresh me vete një personal trainer, sepse ai e di saktë se cilat fruta ose cilat lloje karbohidrate kanë kalori më pak ose më shumë. Je ti për humbje pesh apo për me arrit masë muskulare pak më të madhe. Çka do që i përshtatet trupit tënd, ta personalizon. Përveç ushtrimeve, që është shumë e rëndësishme edhe ai lloj ushqimi që ty ta preferon, do me thonë që ta sugjeron personal trajneri. Okej, shumë e kuptueshme. Dua të ndalim pak mbi disa detaje tek jeta juaj personale. Si ka filluar rrugtimi juaj në këtë profesion? Si keni hyrë në botën e fitnessit? Me thonë drejtën, botën e fitnessit kam hyrë që nga mosha 18 vjeçare. Para asaj kohe kam luajtur futboll një kohë gjatë. Mirë po në atë kohë nuk kishte edhe palestrat mjaftueshme në Kumanov, edhe ishin palestra me thonë, se ishin të mere. Edhe pastaj fillova diku deri në 6 muaj, kam ardhur në Shkup, kam ushtruar me një palestër në Shkup. Mirë po rruga merrte shumë kohë. Hajde një orë me ushtru, pastaj më kthi dikon dhe hupsha 3 deri në 4 orë në dite, me ardhë me përkushtu vetës një pjesë të shëndetit për me bo palestër. Pastaj vendosa, thash ka me hap një palestër time në Kumanov, ti mbuloj disa harxhime edhe ta kem vetëm për vete, nuk e kam nis ta kem si lloj biznesi. Edhe filluam javën e parë, kam pas pikon një palestër deri 204 orë me thonë. Edhe i kisha afërsisht 150 klienta për një javë. Edhe thash, çka u bë? Thash, pas ka pas kaq shumë interes për me ushtru njerëz, edhe s'pas kanë pas ku. Pastaj fillova aty, diku 1 vit kam nejt aty, pastaj me një objekt tjetër dola, atje isha dikon deri në 404 orë, tashmë jam me një objekt 1204 orë. Edhe kam arrit ato që kam dash gjithmonë pas asaj, megjithëse palestrën e kam pas në shpirt, po s'kam pas ku, tash jam shumë i kënaqur me atë që e kam rrit deri sot, edhe vazhdoj e bëj me qef. Me atë që e ke sot, a e ke tash palestrën më shumë pasion, apo të është rikthyer më shumë në biznes? Pasioni është i mirë kur është edhe biznes.
se dikur fillon të bëhet bajate. Je përfitim të dy fesh të rejsa. Po, pa qetër. Atëherë, di që në fitnessin tuaj në Kumanov, ashtu me sa kam dëgju, është një vend që mbledh komunitete, keni edhe përkatësi etnike tjera. Sa është e rëndësishme kjo që keni arriti grumbullonit të gjithë me një vend? Në palestrën time, unë jam mundu shumë, mi ofru të dy komunitetet, edhe pse jam rrit me një frym ndryshe. Kumanova ka qenë gjithmonë një problematik ndryshe, po me përkushtimin tim maksimal, unë sot gëzoj një palestër ku dy komunitetet që janë më të mëdha në Maqedoni janë paras sa shqiptarë sa dhe Maqedonës. Do me thonë, të dyja nacionalitetet më të mëdha janë 50-50 në palestrën time. Shumë e bukur kjo. Sa është në rëndësi ruajtja e rendit edhe e di që është e vështirë menaxhimi një biznesit të tillë, ruajtja e rendit edhe e pastërtisë prej shfrytëzuesve. Si reagojnë shfrytëzuesit e palestrës te kjo? Shfrytëzuesit e palestrës, me të thonë drejtën, ajo është pak problematike. Është e vështirë, se cili kap një gjanë, një tek, një gjatë tjetër, e len, është vështirë me menaxhu shumë. Ajo pjesë është edhe kulturë, se unë kam qenë edhe në për palestra në Perëndim, atje gjithë shka është në vendin e vetë, tek ne është me thonë drejtën kaos. Kjo është një kulturë që ndoshta mbas shumë viteve, do të kthehet edhe tani ashtu si duhet. Shpresojmë që përmirësohet, për shkak se mirëtat është pak individuale ajo pjesë. Dua të di, Nagi, për ty, si nise rrugtimin tënd në botën e palestrës? Nëse flasim për veten time kështu personale, nëse jam marrë me sport, ka qenë pje vogël, edhe di, edhe prej moshës, të me thonë prej 16 vjeç, gjithmonë jam marrë me sport, por si që thash më herët, nuk kam ushtru këtë sport më të rëndë. Jam marrë më shumë me pilates, kam ushtru shumë gjona qera përpara, por asnjëherë nuk kam nejtë veç kot, por pasi kam lind vajzën, 28 vjetë, 29, atëherë e kam pa se nuk po përmbushëm, sikur thellë mendoja se unë duhet të mirem me diçka edhe më shumë. Edhe pastaj e kam vizitu Ismailin, se na jemi shok prej fëmijëri, te palestra e këtij, edhe ka fillu para 9 viteve. Do me thonë, kam startu që ashtu me ushtru njerë për vete, edhe pastaj nuk jam dalë. E si ka ardhur ideja deri te personal trainer, ko e di, ndoshta thellë gjithmonë kam qenë, po thjesht nuk ja kam pranu vetës, në thellë ja kam pranu vetës, po nuk e kam bo me zo, për shkak se dihet mentaliteti jonë si është, edhe gjithmonë kam menu se unë duhet të punoj diçka tjetër, po plus edhe me këta. Vikendeve kam punu, si trajnera me fitness tjetër, por të mirëm këtë veç me këtë punë, është e re. është e re dhe nuk jam as pak pishman, bile, mendoj se u dashtë shumë herët me marrë këtë vendim, po normal, ka rrjedha e jetës ndryshe. Për një femër është ndryshe, për një mashkull është shumë ndryshe, por gjithsesi unë prapja dole. Ajo është pjesa më e rëndësishme edhe kënaqësia jote shpirtërore është mbi të gjitha padyshim. Fiks, edhe ndërlidha me Ismailin që tha kur është pasion edhe puna është shumë ndryshe. Tash po kuptoj se punoj mbi 12 orë dhe ndihem e lodhur, po më gëzon. Jam e qef se jam e lodhur. Po, edhe pse tani jetën kam punu 8 orë dhe jam kanë gjithmonë shumë nervoze, stresume, kam punu vetëm se duhet me punu. Kështu që zgjidh me krejt më herët të punonja që doni realisht. Sa është e vështirë për ty si nën të menaxhosh kohën, se siç e përmendë të merr shumë kohë, 12 orë në ditë nuk janë pak, të menaxhosh kohën dhe energjinë tënde për t'ia ndarë edhe klientëve edhe fëmijës në shtëpi, edhe sa është e vështirë gjithë kjo? Po tash është pak më e rritur, jo rastisht e kam marrë këtë vendim të mirëm pak më shumë në këtë profesion. Përpara kam pas një punë tjetër dhe jam marrë vetëm vikendeve.
kurse për vetën asë njëherë nuk e kam lënonësh, gjithmonë kam gjithë edhe atë një orë që ka qenë qerdhe, apo ka qenë shkollë, apo ajo shkon dance, në qoftë se unë u dashtë me dalë me një shoqë që unë e kam zgjedhë me shku fitness, që kur do dikush e gjenë kohën, veç thjesht duhesh ta menosh se çka është prioritet për ty, kurse tani është më e rritur, i ka 9 vjeç, dhe kam shumë përkraja për familjes time, për prindërve, motrave dhe vllaut tim, definitivisht. Dhe është më e rritur, dhe sido që tjetë atë ku pak që e kam, pa tjetër që ja kushtoj asaj, thjesht për mua është puna, fitnessi, vajza ime dhe shumë pak doljen. Do me thonë një të shtune ose një dile. Kështu që varet, në qoftë se ti mendon se duhesh çdo ditë të frekuentosh kafiterit apo të shikosh vetëm filma çdo natë, normal që nuk mundesh me arrit asgjë në jetë. Thjesht duhesh më fokusu me aq apo do. Edhe besoj që të gjithë e kanë një orë për t'ja nda vitës, gjatë ditës, nëse do t'i përkushtohesh. Sa do që ti punon, sa do që t'jesh e angazhume, sa do që t'jesh non, edhe t'kesh krejt angazhimet e botës, një orë, se cili mundesh me kushtu vetës, se cili. Cilat janë disa prej sfidave më të mëdha që i keni hasë në rrugtimin tuaj në këtë sferë? Sfidat më të mëdha. Unë për vete nuk kam pas në lloj sfide. Për pjesën e palestrës, jam mundu gjithmonë me arrit atë që e kam dash vetë, e kam bo me shumë pasion, edhe nuk kam pas në sfidë me të drejtën. E ke pas cakun edhe ke arritat që ke dashtë. E kam bo me gjithë shpirt, është një gjatë që e du shumë edhe kur du diçka nuk e kam sfidë, e kam pasion. Shumë e bukur. Na ke për ty? Jo, për mu pa. Për mu pa, sepse nuk i kena standardet e njëjta meshkujt dhe femrat. Pa diskutim. Kështu që edhe në për çdo një sferë vlen, kjo është e vështirë. Kështu që për mu ka qenë sfidë shumë e madhe, por besoj se pa ndërlidhem, sado që nuk janë standardet e njëjta, kur është diçka shumë e pasione, kur e do diçka dhe e bën shumë kohë, një kohë të gjatë, dhe ke fitu një eksperiencë kaq të madhe, do me thonë, ja vlen. Ja vlen të gjitha të sakrificë, të gjitha të mund, të gjitha ato mbrapa i le dhe triumfojnë. Pa diskutim. Dua të dalë tash tek një temë tjetër, realisht folëm pak edhe më herët për këtë pjesë. Si është të jesh trajner në një kohë ku rrjetet sociale janë plot me këshilla fitnesi dhe çdo i dyti person e ka lirinë që të merr dhe të jep këshilla? Kjo është një temë ndryshe tani. Me rrjetet sociale, me këshilla, jemi full. Po trajneri e ka një detyrë shumë më të rëndësishme të klienti vetë. Do me thonë, ti je i përpikt të një klient kur e merë, edhe ki me fillu me bo ndryshimin prej fillimit deri, për shembull, deri me një pikë që i ke thonë për 6 muaj e bëjnë ndryshim. Me këshilla të rrjeteve sociale nuk mundesh me mrrinj asgjë. Mundesh me pa disa ushtrime, po ndryshe është kur je me personal trainer. Ta thash edhe më herët, edhe unë e kam nevojë për personal trainer. Edhe unë kur filloj një fazë përgatitore, për shembull, edhe unë paguaj personal trainer nga jashtë me mnejt mu gati. Se asun e vetës unë e nej gati në janë. është diçka shumë e vështirë. Personal traineri e ka një punë shumë të rëndësishme për klientin. Shumë e vërtet kjo pjesë. Dua të di për fund, si e shihni të ardhmen e fitnessit në vendin tonë dhe si e mbani juve të gjithat motivimin për të vazhduar punën tuaj? Për shkak se konsistencë duhet edhe kur ushtron, po konsistencë duhet edhe kur duhet i ushtrosh të tjerët. Unë e shoh shumë lartë, shumë lartë, sidomos te në Maqedoni ose tek vendet si Kumanova, sepse shko pak më ndryshe. Unë e shoh çdo ditë në ngritje, edhe më pëlqen kjo, po çka kisha dash më shumë, kisha dash shumë më shumë femra të aktivizohen kështu më deep rreth fitnessit. Nuk është patjetër vetëm gym, pa marrë parasysh çfarë do lloj sporti dhe të jenë konsistente. E çka duhet me bë për me qenë konsistente është disiplina shumë e mirë,
shumë me sakt, të fillosh me një personal trainer dhe të vazhdosh pas një viti ose pas 6 muajve në atë pjesë, çka do që ty të ndodhë njëjtë, si ndodhë konsistenca, si ti i te kalon, dhe me thonë atë pjesën kur ty të ndryshon jeta me një punë tjetër, ose ndryshon jeta duke e bënon, është që ti t'ja ngulitësh vetës në mendje se ti duhesh pa tjetër të shkosh, ta gjesh atë kohë. Atë një orë që keme një kafe koti, jo të rëndësishme, mos e bën, shkon palestër. Atë një orë koti për një serial, mos e bëj, shkon palestër. Kështu që vëja vetës në detyrë, edhe në qoftë se kjo arrihet, edhe pse ka fillu të arrit, besoj se ka me qenë shumë ngritje. Shumë e bukur kjo që e the. Unë duat ju falenderoj shumë për kohën që më dhatë sot edhe për të gjithë të tema që i diskutuan bashkë, ka që nga premtoj koha, unë do të kisha dash të vazhdonim akoma diskutimin, po ndërshtam dhe një herë tjetër. Kënaqësia e jone. Faleminderit shumë. Faleminderit.